por nëse flasim për mbështetjen që Bardha mori, ajo hedh edhe pakunja. E shumë mirë që nëzim muhabetin se edhe në të ishta me dojnë bashkë deri në qëtim. Fillimisht kur kam fillu muzikën, nuk është se kam pas përkroje për askojt, përveç se familjes, shoqnisë edhe rrjetet më të ngushtë. Pastaj tu fillu me kohën, po që kanë besim mu, me forcat e mia ja kam dalë edhe kam arrit këto ku jam sot. E sa i përkat showbizit, në fillim të lansimit të projektit parë, kam pas përkroje prak, se mos edhe pak a shumë e thonë që janë të e gju njerëzit shumë muzikën, edhe ka qenë diçka që u arrit shumë për njerëz, u mi prish shumë mirë, kam pas përkroja. Po momentin që kam pauzu, pas rikthimit tam nuk është që e kam pas përkrojën e njëjtë, sikur që e kam pas fillim. Kështu që nashte muna dhe mi cik që sa i përket projektit fundet, një sherë ose një diçka sot mjafton për me të po që po të përkrojnë një artist i ri ose dikush i showbizit. Sa i përket përkrojes për artista përveç se Radit, bashkëpunëtorit tem që i baj tekstet me to, ja kam besu punën e soj pjesë do me thonë, edhe përveç Butrin Trashitit, nuk është që kum pas në i përkroje shumë më dhe për artista që e kam pas fillim.